Ja, ku jemi të dashur me të rubrika Magjikve, unë gjithmonë tham që është rubrika me preferuar, dhe ja, fëmijët ja ka nisë edhe me lazdruha pak, më ka thirrë Lule sot njëna prej vajzave që ka ardhur me na zbukuru studion edhe me talentin e saj, po edhe me energjinë e saj, Nina Firmen. Mirë se erdhe, Nina. Shumë je bukur, s'dia ta kanë thonë të tjerët, po ke sy shumë të bukur, Nina. Për ndryshe, Nina ka lindur në Francë, dhe pas disa viteve që ka jetuar në Francë, është kthyer në Kosovë, edhe këtu vazhdon shkollën, këtu ka shoqënin. Cilën klasë je, Nina? Në tretën. Në klasën e tretë. Por përveç shkollës, që besoj je një nxënëse shumë e mirë shkolla. Cila është lënda që po të pëlqen më shumë në shkollë? Shqipja. Gjuha shqipe po të pëlqen më shumë ti. A ke pas problem sepse kur je orë në fillim ke ditë veç frëngjeshta, po? Kam ditë pak shqip, do fjalë. Sa shkruanja e ka gjuha frënge? 26. Po 10 ma pak se na i paska, na 36. Ata të ka ardhë vështirë, po tash e ke mësu kompleta, po, gjuha shqipe. A duket të lezetshme kështu si gjuhë më shumë gjuha frëngjisht apo shqip? A të dyat? Të dyat, mirë. Të dyat. Për ndryshe, Nina është një vallëtare e cila dhe ka ambicie për të bërë një vallëtare shumë e madhe dhe po punon shumë në atë drejtim. Nëse nuk gaboj, mami më ka thënë që prej 5 vjeç ke filluar vallëzimin. Po. Prej 5 vjeç, a e mbon mend ti atë kohë? Po. E mbon mend? Ç'është ka dogë çat kohë kur je fillu mas pari? Kena bërë shumë spektakle. Po. Edhe u kanë një sall, pak e vogël, e tani kena vallëzu, jem kon pak me stres, tani kur kam vallëzu, mirë jem kon. Mirë ke shku tani. A ka pëlqyer gjithmonë vallëzimi edhe para se me shku në kurs, a shkove në kurs veç me provu një herë? Shkova veç me provu, tani më ka pëlqyer. Tani të ka pëlqyer. Çfarë vallëzime të pëlqen më shumë? Balete. Balete ta. Tash balete. Atëherë kur e kanë vogël? Pak më moderne. Pak ma moderne. A je edhe ashtu person që në shtëpi ndëgjon non-stop muzikë, vallëzon? Po. Okej, tash që sa vite je në balet? Tash një kohë të vogël. Tash ma vonë je regjistru balet. Apo të pëlqen baleti shumë? Shumë. Unë nëse s'gaboj, para disa ditëve, ke qenë pjesëmarrëse bashkë me grupin tënd të baletit në një garë në Shkop. Po. A më kallëzon pak më shumë për garën? Kena shku me autobus, tani kena prit pak gjatë, tani kena vallëzu në Shkop, tani kena nëzon vendin e dytë. Ua, bravo. E qyshe ka pas emrin gara atë kujtohet? Jo. Nuk të kujtohet. Më rëndësi është që ju e keni fitu vendin e dytë. Aty ka pas shumë grupe, apo? Po, ka pas me qytete. Të ndryshme. Po. Jo veç nga Kosova dhe Shkupi, po edhe vende tjera. Po, ka pas. A je shoqënu me ta? Jo. A mujte me S'kam pas komuniko? ku me shoqënu, si na kanë njëjtën grup. Okej. Sa veta jeni ka një grup? Një vet pa. 10? Okej. A ka qenë qyshe përjetova, u emocionove, u po të frikë? Po të pak frikë, edhe pak stres. Kush ta heki frikën edhe stresin tani para se me dalë? Kur e kena nëzon vendin e dytë. Qatë herë heki frikën edhe stresin, e kur dole me vallëzu? A kishe nej menim vetë me vetja, a kena me fitu, qysh ka me shku? Po, kur kam vallëzu tani unë, ju më koncentru ma shumë vallëzim se sa stresi. Je koncentru ma shumë vallëzim se sa në stres. Okej, e tregom këtë që të vallëzimin që e keni bo atje. Po. A ka zgjatë shumë minuta, o ka vallëzim i shkurt, qëfar këngë ka qenë? Kanë pak i shkurt, Po? ama pak i gjatë, në mes tash në... Nuk e di që ka pas emrin kongas, pëse na që i kem mësusja video, na nuk e di në as kongën që ka emrin. A ka shqipa, anglishta, frëngjishta? U kanë veç muzik. Veç instrumental u kanë. A ke pas në i rol, a u kanë krejt grupin njëjtë vallëzimi, a u kanë për shembull me dalti një herë? Qysh u kanë? U kanë, jena kanë dy, Po? e tani kanë pas edhe grupin e tretë, grupin e dytë, ama ata në grupin e tretë, jënë kanë pak ma të mafja. Okej. E na jena kanë pak ma të vogla. Ju jeni ka pat ma të vogla. A ka qenë prind me ty? Po. Ama jënë kanë
ullë për me na këshirë. Na e na kanë të valzu. Ta shkallëzëm drejt, Nina. Kur ti bën qështo shfaqe, kur ki valzim, kur janë prent aty, a ki ma shumë emocion që janë të këshyra ta? A gëzohësh që janë aty? A të vjen pak siklet? Qysh është ndjenja që e përjeton? Jom e gëzuar. Ki qef që janë aty? Shumë. A të mbështesin shumë mami edhe babi për me qenë të një valtarit? Po. Edhe ata po dërgojnë kors, po vinë me ty, po dërgojnë gara. Po vinë me më qu, po nuk mundet me orvë me më po kur ushtruna, ama në për gara në lojnë mi po. Ju lojnë? Po. Kur e fitove vendin e dytë, që shë ndjeve? Ka zama pak që atë ndjesin të ande? Shumë ju më kanë e gëzuar. Qa ju the prindërve? Edhe mësusës qa i the? Mësusës asë një sen, e momit e bobit i kam thonë në falemderit se këne orë. O, bësa i mirë. Po, edhe mësusës du të me thonë falemderit se aja ka ushtru disa javë për qatë pika, po? E di, po. Sa javë këni ushtru për shamull, sa ko ju merë me realizu një valzim? Një valzim qatë. Po. Në 2 javë në 7-3. A është fillimi ma zërë kur thu në herët zdia ka me ditë, zdia po me mësu? Të në fund, di. Të shenë me pak kohë në të valzim, qëf herët se funë në kry, kom kone ftir një valzim, të në qëf në fund të më duket e leqë. Të duket e leqë. Po, me siguri, kjo është shumë e rëndësishme, Nina, mos më dorëzu. Sa do që të vjen vështirë një herë, fillim, nëse punon me mësusen, me prindrit, vetë, tani e mëson, edhe mo nuk është e vështirë. E di shumë mirë. Kur mos e le një valzim, nëse duket i vështirë, se me thonë, nashta smoj. Gjithë provaje. Okej? Kështu e bëj. E të regëm, a i ke menu kështu kur të rritesh, a ke me qenë balerin, valtare, a diçka tjetër? Ta të shohem. Halo, s'ke vendosa? Jo, kam kohë. Ki kohë, di shumë e vogëli, po nashta kina për shembull doktorish, ose në sen tjetër. Kisha dosh mu bon veterinare, po e kam dëshirë mu konë valtare. Po, valtare. Po ti mundesh me qenë edhe veterinare edhe valtare. Me kry shkollën për veterinar, edhe me konë njëkohësisht balerin. E di. Mund është të dy. Ate pse ki qef me qenë veterinare, i donë kafshet shumë? Shumë. A ki në shpik në një kafsh? Jo. Qa ki qef me marë qenë a matë? Qenë. Një qenë ki qef pa? E kam një matë në Gjakov. E ki një matë në Gjakov, në Prishtinë hala? Jo. Oke, pse s'pe merë në Prishtinë qenë që po ki qef? Kena banes. A, s'munin banes, të tje ki edhe vlaun, apo? E di. A i vlau mirët me futbol. Tregama, pe kupton ti për shembull kur ushtranaj me pritja ato, kur të shtran ti me të pritaj ty, dhe ati valtare, ai futbol, kur gjon njajt me njani tjetrin. A për mirë kuptoni njani tjetrin? Po, unë ka e kuptoj vllon tem, që unë e këshyre në për ushtrime. Ai nuk unë këshyre në për ushtrime, sepse nuk ban me hinë në sol në ushtrim. As mame, as babi. Na, që jena në familje të vllot tem, muna me shku në këtë vetë me këshyrë, ama ju e këndërta. Po. Ani, më rëndësi, unë e shpresoj që Nina ka mu boni valtare shumë e një orë, jo vesh Kosovë për edhe në botë, edhe Flo, vllajet, i cili është në Elite Football Club, dhe tek trajneri Flamor dhe Bledar, të bëhet një futbolist i zoti, suksesshëm, një që shubo Asllani që çdo ditë më shumë po e zdrit fytyrën e ekipit të Kosovës, edhe ish trajnerëve të tij Flamurit dhe Valonit, njëjtë edhe vllajet. Përndryshe, unë shpresoj shumë që kur kemi ndonjë program festiv diçka, ti bashkë me shoqet tua dhe me mësuesen tonë me ardhë dhe me vallëzu këto. Po. Okej? A ki me premtu që ki me ardhë? Po, premtu. A ki me marrë pjesë tash me ndonjë garë tjetër së shpejti? Jo garë, në 2026 kena garë, ama që kena një spektakl, jo gjatë, jove tjetër më duke. A jeni ushtru? Jo halo, që shena ka e bojmë programën e vitet 3 ma shumë, se halo nuk e kena mësu
përmend ato se e kene kena. vallëzimit, po. Do me thonë, javën tjetër e kini festival, tani ki programin e vitit 3, tani në 2026 e kini garë. Pas ke punina. Unë e shpresoj shumë që kemi a dalë, edhe në fond, kur ta krysh edhe garën tjetër në janar, në 2026 kur e ki, me ardha pet, me medaljen, që e keni fitu në garë. Faleminderit. Shumë faleminderit ty që na ke zbukuru neve emisionin. Edhe shikus kanë pas mundësi me i pa disa prej fotografive tua ndër vite, që ti ke ndryshu, je rrite, je zbukuru, je profesionalizu në vallëzim, kështu që është shumë shpejt të shohim edhe me ndonjë garë shumë të rëndësishme botërore. Po. Faleminderit. Para se mundo, përpojna një marrëveshje, unë po tham një fjali shqip, ti thuje frëngjisht. Po unë s'të kuptoj ty sen, inshallah e thu që ashtu që shpo thamone. Për shembull, unë qësa shka me thonë, faleminderit Nina, e na po shkojna me një pjesë tjetër të emisionit. Okay. Haj. Merci Nina. On va aller dans une autre pièce de émission. Ua, faleminderit shumë. Unë e di disa fjallë frëngjisht, Nina. Për shembull, je t'aime. Qa këmë thonë? Të dua. A të dua këmë thonë, pra të dua, Nina. Faleminderit shumë, edhe di me thonë au revoir. A e këmë thonë mirë? Po. A këmë thonë ditën e mira, po? Po, dite. Faleminderit shumë, Nina, të pres prapë në studio. Të dohë shërveç, kemi qenë me Ninën, e cila e thash edhe në fillim, ka lindë në Francë, por po rritet në Kosovë, po shkollohet në Kosovë dhe po e ndjek andrën e saj të balerinës në Kosovë. Nina do ta kemi atë në studio në herë tjetër kur merr në gara tjera pjesë. E ne po shkojmë te rubrika e Lenës në kuzhinë.